Qonë që paktën keni siguruar pak. Jo, more ma pru vëzin a fjeri, ku e gjetëm, e kam stiva aty, e kam të njom jonë, që në nëzora për të farë nuk e anër e zotri. Uj, pata edhe në borë. Tashi ne nuk kërkojmë asprën, po të pak të bëjnë kanalet edhe të rregullojnë argjinaturat. Unë atje ku më është në çar argjinatura, atje unë kam 6 dylim, unë e kam të vajzave. Vajzat unë i kam martuar, i kam në punën e tyre zotri. Unë atë kam, pa pension jemi, të sëmur jemi. Të ardhurat tjera s'kemi. Mua bari më shbëri tër bal. Kam marrë vetëm një thes koncentrat e një karton ushqime. Unë kartonin me ushqime nuk e hedh poshtë, e mora, nuk po them. Unë zoja jap baktis për të ngrenë atë. Edhe kur erdhën këta të shikonin ujë në familje, unë i kam videot këtu. O borri plot me ujë. Edhe me thasë kemi mbrojtur ujë, me thasë me kum, me batanie dhe me plasmas, që i kemi mbyllur ato. Dëmet e shkaktuara. Po ç'a dëme, sot s'keu, ata kur erdhën ç'a dëme shmuan ata, ja do vinë për baktik, do vinë ata. Kam dhënë vetëm një thes koncentrat edhe një karton ushqime. Po çfarë keni nevojë për më shumë? Po për barë, për baktit edhe këtore. Barë për baktit asgjë dhe të rregullohet argjinatura, se un kam 6 dylim tokë atje. Është mbushur me zhavor dhe çam beturina ka prurlumi komplet. Nuk ka ikur ende ujë? Ujë ka më atje edhe pak se s'ka kanale pullus, po unë nuk kam çati bëj tokës për pastruar atje tani. Në vend që të zbatohen masat parandaluese dhe të pastrohen kanalet, çdo vit përsëritet e njëjta histori. Shumë premtime, pak veprime, shumë fjalë, pak rezultate. Qytetarët mbeten të pambrojtur duke paguar çdo herë çmimin e paaftësisë dhe indiferencës. Dëmet pa para, katastrofë. I ka shkatërruar çdo gjë. Te mua vajti 3 metra. Sa kaloj argjinaturën që hodhe këteja, kam edhe pak një tjetër tu, një hangar, mazuri dhe. Nuk më ka ngelur asgjë. Keni pasur dëme në... Shumë dëme. Te mua ka shkatërruar çdo gjë. Po në gjë të gjallë, të paktën... Ato gjën e gjallë e hoqim, po që do që hoqim, s'kemi ushqime, po vojmë për ushqim. Nuk ju kanë ardhur këto ditë ndihma për... Po emergjenca, jo, pak koncentrat. Shumë pak. Në fjalë, 3 krerë që kam unë, 7 kile për kokë. Mbahet edhe pulat s'mbahen me 7 kile. Kaq takon, tham, kaq na dhan. Do një ball jon? Jo, asgjë. Po si po ja bëni? Me të keq, ja, sa kushurin tana aty, ata më kanë ndihmuar për moment. Që janë këtu që si zuri. Në banes patët dëme? Këtu erdhi, brenda sofut, po vajti goxha, vajti 50 pond. E sa ta herë që përmbyteni? Nuk e shumë, nuk nëmbrohen. Keni pasur ndonjëherë dëmshpërblim? Dhe kur them dëmshpërblim, jo pa ndihmë, po para, le të themi, për dëmet e... Në 2015, unë mbytem i pari, si jam në kufi me ferraz. Dhe më shkrojtën emrin dhe ma hoqën. Shokët morën a 2-3 milion lek, morën dhe ata që ishin mes fshatit, punë e tyre si rregulluan ata në komunën. Pra ka pasur pa drejtësi në shpërndarje? Shumë pa drejtësi. Unë që jam atje nuk mora as kaq. Lekët e mia i morën tjera. Shiko tani deri ku ka arru nivelli ujtë. Shiko barra tu? Po. Ka dalë 5-6 herë lumi këtu, ka arru deri këtu. Nuk e ka zënë këtë betonin këtu. Si vjetë ka arru deri këtu. Ja, ku ka shenjat e barë. Brezin e blokut. Po. Në stall nuk më fut. Në stall të lopët, vetëm ato 5 ashtu që më numërin lumi, më dolën. Edhe në pagu 10 time, më dolën. Se ishin të urrjedhur dhe është hanin. Po, le themi personat e tjerë që janë këtu për bri, stallat e tyre kanë pasur dëme? Po dhe kam pasur në shpesën, në barat e atë. Sa krerë lop ke këtu? Unë kam, me gjithë një të vogël, kam 4 kokë. Si po ja bën tani për ushqim? Po kam pak ushqim, me luft. Besoj që një ball jon tani kushton shumë më tepër. Ta blesh. Tani nuk e gjen dot një. Nuk e gjen, se kam vajtë tash në fund fare dhe... Po nga institucionet, nga, nuk e di, njësi administrative këtu, nga qeveria, le t'i lëm edhe t'i vëm një emër çfarë doshëm, nuk ka ardhur ndokush që t'japi ushqim për kafshët, për baktin? Mua, këtu s'më ka ardhur këm njeriu. Këre plaka, administratoria, të rrethita, vinë deri tek ura e një folin aty, hanë e pinë aty, pastaj këtej i bëjnë listat atje, çfarë bëjnë ato nuk e di. Ke marrë ndonjëherë dëmshpërblim ndër vitet? Unë viti parë si vjet,
36 vite, që quhen fermer vetë, që nga 90 këtja, viti parë që marrë si vjetë, ka marrë një kumtal ajo quhet ndihmë, dëm shpërblim, mu them para për dëmet e shkatora. Asnjë lek. Asnjëherë. Ja kush ai që nëse shikon listat e po janë komuna bashkiku janë ato. Po që emrin në një listë atje, ke demonstruar se mund të jetë emri atje. Ka marrë dikush tjetër. Po që firma ime atje, atëre çu më gëzhar. Viti pas si vjet që marr një kumtal koncentrat edhe një thes me panxha. Sa mund të shtyn se mashallah lopët besoj që duan të hanë. Po kam 50 kokë të rinta. Besoj e ke mbaruar atë një kuntal koncentrat. Jo, se kam mbaruar, po kisha edhe misër vet. Që bën pak kështu, pak ashtu. Me të ashtu. Edhe kjo që më dhanë pak ndihmë me këtë. Po se do kaloj dimri. Tu kemi kanalin Kullues, për Bri është ai Vadici. Po, për Brima tanë është Vadici, këteja kemi ne një Kullus atje dhe të pruri Vjosës atje dhe vina Vjosa dhe nën kalimi aty ajo do blokuar fare njërë. Të ishe blokuar që më mirë akoma. Nërko kemi tubot atje? Po, tubot janë ande dhe kalon këtu tje ujtë komplet ande, është i blokuar komplet dhe. Deri në lumë vete prapë, se lumi vinë, Vjosa vinë vërdalë kështu dhe... Po, tani, tubot kanë hapësirë të njaftueshme që të qarkulloj uja? Po ja, ajo është qinqesh më duket. Ajo e blokon atë dhe gjitha gjërat. Ecim dy hapa më tutje? Po. Pra, kjo është tubo, ja, që kalon në ujë dhe shkon... Po e kemi për shkarkusën e shumë gjëra tjera, jo për lumin. Lumin se për balon kjo tubo këtu. Po, kjo është kështu, për ujrat e shirave, të shirave që mblidhen qande. Edhe vinë qande e të gjithë Vjosa kur vinë këtu, për kjo zona. Po shojmë, pem, kalama, çdo gjë, nuk e ka... Po deri këtu e bën arginaturën edhe bën atë betonin poshtë atje. Po, 2021-shin. Po, është bërë shpejt e tamam. Nuk është vendosur. Po që pas kurrizit ton, siç e shohim, ne kemi... Jo, është pa pastrofare dhe ka bllokime, goxha fare, ja. Po. Duket sikur nuk e ka shumë faj natyra, e ka edhe njeriu se... Po edhe njeriu tamam, shikoj gjithë të lloshave që kanë ardhur, që andaj është i bllokuar tamam. Sa kanë ardhur që janë ditë, sa ndoshta janë hedhur. Po normale edhe gjuna qartë vetes tonë. Prandaj le të themi uju bllokua aty dhe këtej nuk qarkulloi. Po nuk kishte edhe shkarkim komplet, jo që këtu, po komplet Kullusi janë dhe është i bllokuar komplet rreth e përqark se ai ikën tutje për ndet, i kthemi muhabetit. Ju vetë keni pasur dëme? Dëme kam pasur në toka vetëm, kam... Të mbjella? Të mbjella kështu, kam mbjell jonxhe, kam mbjell elb kështu në andeja dhe na... Besoj që lagështia të e tha? Lagështia... Nuk kemi shpresa fare për atë punë. Kanë ardhur për dëmet, për të vlerësuar, sa ka qenë dëmi, ndoshta për të kompensuar? Po qa, dhe tash jo njerë, unë s'kam kontaktuar me asnjërin për këto gjëra.